në fillim për veti, unë e kom jetuar 22 vjetë me vjerri, deri para 10 vjetë që kanë vdekë dhe jam shumë krenare dhe mirë njose, edhe për tynës, edhe nga ana e familjes tyne, që kom jetu me ta, edhe te për mirë kena kalu, edhe... Qysh mendon? A mendon që ta shtëreja nuk po kanë dëshirë me jetu me vjerit pas... Po tash më varet edhe për të rejave që shë ka edukatën familjare, shambull, nëse qaj fëmi i qasoj nane që menon nesër me marë një rejnë shpeje, ka nevoj mu kujdes për që ata, edhe ajo duhet me eduku fëmine vetë që nesër për mu kujdes për vjerrije, me i trajtu mirë, nashti nuk është, e thane gjithë qysh me i dash që ata vjerri, po bile një kujdes, një mjau batë. Respekt. Tash po kemi edhe vjera që s'po dojnë me jetu me Po në varet, po tash disa gjana ti më punojnë edhe kushtet, shembull na shti dikush s'ka mundësi me qitë në shpit vetë, si shumica që shpia bajnë, po na shti pa tjetër duhet me jetu me ta, edhe unë jam me pajtimit që duhet me pas respektin edhe kujdesin për vjerri. A mendojnë që duhet i jetush edhe pas martesës me prend? Unë jim pak kështu, si ti pjen konservatur pak ma shumë, po jo që mendoj, po edhe duhet me jetu me pse i ka dikush vjerria, i tjetër i ka prind, ku dojnë me shku prindit? Okej, nëse kanë për shembull një objekt, ose një shtëpi, ose një pasoni pak ma të madhe që ka mundësi, do me jetu pak vesh për njëjtin o bërë, atër okej, po tash po quna për lavë, prind. Tash nëse bashkëshortja jote nuk ka vlezër, janë vetëm motra, a kishe jetu me vjerin tu? Po. Po, do më thonë njëjtën mënyrë. Po pse ju, për shembull, si fillim është njëri, tash më pak prind, tash kur ta përmartuesh me dikant, me çfarë do të martuesh? A do të ishte e njëjtë, veç më interesoj me ditë, me qenë se po flasim për barazi, si është koncepti jot? Nëse do të kishte nevojë, sepse besoj edhe prindrit e burrit edhe të gruas nuk është se duan të jetojnë nëse nuk kanë nevojë. Po, është pak e zërshme me konë dhondrit e misht, me jetu. Jo, mëre misht e tu, vinë të te? Po, ata më thonë, a misht të dhondri është me lirë. Po kjo këtu, ku ndikujnë shumë faktur, për shemë, tash kushtet materiale, so i kitimi. Tash qiftet i bojnë bashkë edhe banesat edhe shpijat, qiftet e reja, po flasim, kontribojnë për gjysëm. Po vëllaj, veç ka njës tash ma shumë e ki... Asentin ka la blak, po du me jetu. Ma shumë e ki printe nuk, se shtu najtë e dhondris, se printe vetë. Në thashmë ka marrë mali. Po, që është e përfshina ato në qatë mënyrë tjetesës? Qërë, unë jam veç prezentu së në tuna me bo pytje, tash menimi jam nuk e besoj që është i sakt, sepse s'duhet me konë menimi jam, po, si unë tuna me bo pytje. Një balans, tash edhe prind si prind, se janë në shpidjolit vetë, mësë më bo zullëm qarë, të nusja, dhe më me respektu normal, se ajo nuk është orë për ata prind. Pastaj munde më paragjiku me më thonë që e pyti veç për prind të vetë, e nuk e pyti për të grave. Ka feministe sot shumë që nuk lajnë me komuniku, ka njerës, ka ndryshëm, jemi lirine e shprejes, kështu prandaj edhe pytjet janë gjithmonë të dy anshmeve. Po për ty si e Suela që është? Për deri